Për ta mbyllur, paketa e maleve si duket, ka dhe tjerë rrezik që të hahen ose të glabërohen këto zonat e bukura malore që kemi? Paketa e maleve është iniciativa tjetër e rrezikshme për mjedisin, por patjetër dhe për njerëzit. Sepse çështja e pronave, thamë, është një plag e gjithë Shqipërisë dhe por nga ana mjedisore, duke qenë se këtu po themi jam në atë aspekt, kjo do të jetë rreziku i radhës i vjen vendit tonë. Sepse zonat malore deri tani nuk është se nuk kanë pasur kërcënime. Që ke ndërtimi i hidrocentraleve. Ne të flasim për burimet ujore. Nuk kanë mbetur rrëke dhe përrua pa u futur në tuba. Që tek minjerat, guroret. Tashmë kjo është, si të thuash, ti vësh dhe kapakun dhe ta mbyllësh totalisht ti shkatrosh. Sepse nuk është ideja e zhvillimit të zonave malore nuk mund të jetë një plan kombëtar, për mendimin tim. Nuk duhet të jetë një plan kombëtar. Përse jo? Sepse nuk mund të vazhdojmë me idenë e masivizimit të zhvillimit, masivizimit të ndërtimeve. Po e shikojmë masivizimin e ndërtimeve në Tiranë, në Bregdet, tashmë na kanë mbetur dhe vetëm malet. Pse jo të mos investojmë në qytetet, në infrastrukturë, në përmirësimin e kushteve të transportit, në uljen e ndotjes së ajrit, në menaxhimin e mbetjeve, e të tjerë. Kemi 1000 problematika të tjera që do duhet i zgjidhim edhe në kuadër të antarësimit në BE, dhe nuk janë malet ose ndërtimet në male ajo që neve na mungon. Besiana, nëse bëjmë një krahasim me vendet e tjera të rajonit, po dhe më gjerë, ka shumë zhvillim sjellin investime të tilla apo janë thjesht një lloj propagande? Edhe zvërnet si mund ta përfshin këtu. Se duket sikur tani kundër kritika që keni ju po pengoni zhvillimin, se ky është thënë. Po neve jemi mësuar me këtë, sepse un kam historik edhe me kundërshtimin e hidrocentraleve. Dhe e njëjta narrativ është përdorur. Ju jeni kundër zhvillimit. Ju nuk doni që ne të prodhojmë energji. Ju nuk doni që ne të fitojmë nga energjia. Jemi sot, kemi prap probleme me energjinë. Jemi sot tentojmë të ndërtojmë jo vetëm gjithë hidrocentralet e mundshme, por edhe parqet eolike, edhe parqet fotovoltaike, dhe në fund të ditës asnjëra nga këto nuk shkojnë për të mirën publike. Janë të gjitha biznese private. Energjia shitet dhe përfitimet i shkojnë atyre që investojnë. E njëjta histori po përdoret tani edhe ju jeni kundër zhvillimit në rastin e turizmit. Ne nuk jemi kundër zhvillimit. Ne jemi pro një zhvillimi, por të kujdesshëm. Ne jemi pro mbrojtjes së natyrës, respektimit të ligjeve dhe zhvillimit të një turizmi që i përshtatet zonës. Pra kur flasim për Zvërnecin, aty mund të kemi shumë bukur një turizëm, ekoturizëm, natyror. Dhe të vinë ata që do të vinë, mund të paguajnë shumë për një eksperiencë. Nuk jo detyrimisht eksperienca është pishina. Jo detyrimisht eksperienca e një turisti të huaj është ai hoteli me 5 yje, sepse atë gjë ai mund ta gjejë edhe në Kroaci, mund ta gjejë edhe në Greqi, edhe në Turqi apo ku tjetër. Është natyra. Natyra është ajo që neve duhet ta kthejmë në aset për vendin tonë. Këto flamingot dhe shumë shpend të tjerë që jetojnë aty janë një mrekulli që jo të gjithë kanë mundësinë të shikojnë nga afër. Ndërsa ne kemi fatin të shkojmë marrim makinën nga Tirana dhe mund të shikojmë flamingot. Nuk i shqetësojmë, me dylbi, kjo gjë mund të kthehet shumë bukur në një biznes. Dhe një eksperiencë e tillë mund t'i vendoset çmime. Pra hajde, duam të bëjmë turizëm elitar. Ta bëjmë turizëm elitar me bazë natyrën. Të vendosim limite se sa njerëz mund shkojnë të vizitojnë, si duhet të vizitojnë, kush janë personat që duhet të shoqërojnë, dhe të vendosim një tarif të mirë që të justifikojë të gjithë mënyrën e zhvillimit të këtij turizmi, pra të ekoturizmit. Le pastaj të shtojmë këtu ecjet në natyrë etj. Dhe kjo që dëgjojmë shpesh që na vinë kamperat, na vinë këto hikerat me camping dhe me makinë. Çdo gjë mund ta rregullosh ti si shtet, vendos rregulla. Vendos kampingje të përcaktuara, ku mund të bëhet camping. Që kamperi nuk mund të jetë kudo. Mos lejo që të bëhet kudo. S'mund të mes qytetit, se këtu ka bërë mes qytetit. Ktu i bën mes qytetit, i bën në anë të lumit, në anë të detit. Mos i lejo, vendos rregulla të përcaktuara. Mirë, vendos tarifa. Dhe pastaj çdo gjë vjen dhe rregullohet në mënyrë graduale. Fitimi që merr nga ky lloj turizmi është më afatgjatë se sa fitimi që mund të merret nga zhvillimi i turizmit elitar. Pse?
sepse zhvillimi i turizmit elitar mund të ketë përfitime të disa persona që do të angazhohen në këto biznese për një kohë të caktuar, të shkurtër, dhe nuk pretendohet, ose siç pretendohet, nuk është e thënë që do të punësohen aty fshatarët e zonës, apo peshkatarët e zonës, sepse peshkatarët e zonës nuk do kenë më peshk aty. Nuk do kenë qa peshku të kapin në lagun. Qa peshku do hanë turistët që do vinë në Zvërnes, nesër pas nesër. Po çfarë domatesh do hanë nëse toka jo është marrë? E të tjerë e të tjerë. Nëse ti e mban ashtu siç e ke dhe mundohesh të investosh edhe në cilësinë e ushqimit, në certifikimin e ushqimeve organike. Për shembull, vetëm në parkun e Vjosës ti mund të bësh brandim, sepse Vjosa tashmë është brand. Është bërë fal punës tonë për mbrojtjen e Vjosës, fal publicitetit, tashmë Vjosa është brand. Edhe vetë qeveria po e përdor atë si brand. Kudo që shkon, thotë ne kemi shpallur Vjosën, kemi shpallur Vjosën park kombëtar, bravo, shumë arritje e madhe. Por hajde ta përdorim për mirë. Jo vetëm për të thënë që ne e bëm edhe kaq. Dhe për të kthyer tek mënyra se si mund zhvillohet turizmi. Ti mund zhvillosh pra turizmin e kujdesshëm dhe të promovosh bizneset lokale me metoda që janë të provuara në vendet e tjera. Ne nuk duhet të shpikim gjëra. Ne mjafton të marrim modelet e duhura. Ne nuk po marrim modelet e duhura. Ky është problemi.